Keni thënë që Trepça nuk do të ringritet pa investime nga shteti. Ata po kërkojnë nga ju të ringritet Trepça pa investuar asgjë, apo jo? Por keqardhja është sepse ata po mendojnë se Trepçën mund ta ringritin me thënë thjesht me kacia, me kolica, mirë, po Trepça është një gjikant i jashtëzakonshëm i cili pa investime, pa dorën e shtetit nuk do të ringritet. Duke marrë për bazë keq menaxhimin që ka ndodhur në 26 vitet e pas luftës, dhe kërkush nuk ka dhënë llogari për këto keq menaxhime dhe obligime milionëshe dhe dëme financiare që kanë shkaktuar Trepçën, ndërsa sot kërkohet prej minatorëve me centa ndonjë dëm i vogël financiar i cili shkaktohet përgjithësia dhe largimi po ndodh tek minatorë, por nuk po asnjëherë për fat keq, nuk po asnjë nga ata që kanë keq menaxhuar milione dhe dëme financiare milionëshe, nuk po që po jap llogari para gjykatës dhe po jap drejtësia për këto. E cilët pasoja dhe përgjithësia krejt borën për abortin minatorët, cilët që dha menaxhmentet po vinë po shkojnë ndërsa minatorët po mbesin, mirë po ato keq menaxhime dhe ato pasojat po i bortin vetë ne. Zotri Anuzi, fundit pas të fundit. Thuaj, e keni të drejtën, ti keni raportet se çfarë minerale ka Trepça, ta zëm gjatë vitit kaluar, çka ka dal nga Trepça, a shiten jashtë vendit, apo përdorën vetëm për brenda, i keni këto raporte jo, si sindikat? Jo, i kemi informacion dhe duke bazuar në përvojat e mia dhe si inxhinier i minierës dhe përveç postit kryetarit sindikatës, po të gjitha produkti bazë, produkti landës parë si koncentrate që janë shiten vetëm jashtë vendit përmes berzës ndërkombëtare dhe procedurave të prokurimit publik. Të gjitha sasitë shiten varësisht se ne shumicë raste kemi kërkesa më të mëdha se sa që mund të provojmë, se sa mund që të shesim, se kërkesa për këto lande Trepçës është shumë e madhe, përmbajtja e tyre është e plumb, zingut, arit dhe argjentit. Ndërsa edhe në këto metale ka përmbajtje dhe metale të tjera, të cilat kërkojnë një teknologji më të avancuar për të identifikuar dhe për të nxjerrë ato. Pra plumb, zink, ari dhe argjent. Dhe argjent. Në cilat shtete më së shumti dërgojmë? Nuk zakonisht në të kaluarën kanë marrë shtetet angleze, shtetet gjysmërore, mirë po ka raste edhe Greqia, në disa raste do kompanije dhe bullgare apo hungareze, diçka çështë. Nuk është më rëndësi është ata që cilët e ofrojnë çmimin më të lartë për ton. Këto përcaktojnë berza, apo janë disa marrëveshje që janë pasallashme për ndërmarrje atëherë gjithmonë një zgjedh për kompaninë. Dikur Trepça ka pas 2 drejtar, në veri 1 dhe në jog 1. Realisht ndoshta për fatkeq do të themi se normal që sipas legislacionit fuqi do duhet të ishte vetëm kryeshefi ekzekutiv i cili kompetencat sipas legislacionit i ka për ta menaxhuar komplet ndërmarrën, mirë po vështirësitë me menaxhuar veriun janë jashtëzakonisht shumë lloje dhe hasën e probleme të cilat duhen edhe kohë. Mirë po them që sipas informacioneve që kam, ndoshta është një lëvizje pak më pozitive për shkak të rrethonave të krijuar së fundit. Janë ende 2 drejtar pra? Janë ende 2 drejtar.